Dhe në këtë këndvështrim mendoj që ky presion i ardhur nga baza, nga anëtarësia dhe nga aktorët e tjerë të spektrit opozitar në vend, është detyrim dhe imponim i një reagimi publik që po bën kryetari i opozitës. Po pas të dielës, në fakt kemi parë një reagim më intensiv nga radhët e demokratëve, që tashmë shpresa ka humbur, të gjithë janë pasiv, duhet lëviz diçka, nuk shkon kështu, janë shtuar paksa zërat. Po në pikpamjen e strukturimit. Do të prodhoj gjë e kam fjalën afat shkurtër? Mendoj që po. Çfarë? Sepse në pikpamjen e strukturimit, Partia Demokratike e ka konsumuar gjithkohën e pritshmërisë për ta realizuar këtë gjë. Pikërisht. Sepse 3 vitet e krizës së brendshme të Partisë Demokratike dhe gati 1 vit që është pas asaj krize, po bëhen 4 vite që është një kohë e plotë e humbjes në gjithë kuptimin e fjalës së përgjegjësisë politike dhe të energjizmit për të ristrukturuar vetjakisht Partia Demokratike. Çfarë do i këshillonit ju aktualisht zotit Berisha? Para njerë ka nevojë që ai të ndërtojë një marrëdhënie të re me leadership të ri të opozitës, që do të thotë gjithë aktorët që kanë një peshë specifike në artikulim, në paraqitje të programit, të alternativave opozitareske dhe në mënyrë të veçantë të energjisë për të dhënë një, le të themi, protagonizëm ndryshues brenda opozitës, duhet u hapë. Po vetë duke u dorëhequr? Nuk mendoj që ai e ka më. Se zgjedhjet me sa di në prill të vitit tjetër mbahen për kreun e PD-s. Unë mendoj që koha që e mban peng për të zgjedhur një pasardhës të tij është një kohë që e dëmton edhe më shumë Partinë Demokratike. Çdo pritmëni e Partisë Demokratike për të lindur në një moment caktuar një zoti Berisha si një nun i pasardhësit vet është kohë e humbur dhe padyshim është një kosto e shumë fish që po i shkaktohet forcës kryesore të opozitës. Këto ditë Berisha ka paralajmëruar përsëritjen e skenarit alla Basha, po them, deri diku, ngritjen e një lloj çadre, si dikur, përpara kryeministrisë. Një lloj platforme kjo, janë paralajmëruar protesta, megjithëse nuk ka një datë konkrete për një protestë mundshme kombëtare. Ky aksion do të shërbej për? Ne në fakt jemi të gjithë të mbarsur me skepticizëm ndaj kësaj forme, e cila është konsumuar nga Partia Demokratike në historinë e 10 viteve të fundit. Ky rikonsumim i kësaj forme, apo le të themi i kësaj regjie politike për të përballur me kundërshtarin, mund t'i shkaktoj edhe një kosto shumë herë më të madhe nga ajo që ndoshta u ndje aq shumë në 3 vitet e krizës së brendshme të Partisë Demokratike. Prandaj, përgatitja e një strukture të reagimit dhe të refuzimit, të aksionit politik dhe sidomos të rritjes së kapaciteteve opozitare prej opozitës është një përgjegjësi e drejtë për drejtë e zotit Berisha. Ai e ndjen këtë gjë, por unë nuk duhet besoj se ka energjinë e mjaftueshme dhe besueshmërinë e mjaftueshme publike për të qenë ai gjeratori i këtij revolucioni që e premton si të tillë. Nga ana tjetër, marrëdhënia që kanë leadershipet e dy kaheve është një marrëdhënie problematike me elektoratin, me qytetarët e këtij vendi, të cilët jo vetëm që tashmë e kanë konsumuar besimin ndaj tyre, por përkundrazi janë në pritmërinë e lindjes së një të trete, që ajo nuk e shoh në horizont të shfaqet, por që është utopi e natyrshme e shoqërive që zgjatin kaq shumë stagnacionin. Po partitë e reja që u bën deri diku faktor në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, pse nuk u hodhën në betejë për 9 nëntorin në 5 bashki të vendit për të ruajtur ato vota që morën më 11 maj? Ishte një mendoj që ka qenë 3 arsye pse nuk e para njëherë lexuan skemën e 2 palëve kryesore. E dyta nuk kishin kohë të mjaftueshme. Një javë kohë në dispozicion të një fushate për parti inekzistence dhe pa struktura për të ushtruar një fushatë dhe për ta zhvilluar një fushatë zgjedhore, janë arsye themelore për të mos u futur në një konkurim i cili mund të shkaktonte një goditje të imazhit më shumë nga mos pjesëmarrja si kundër edhe ndodhi. Dhe e dyta, njëra prej forcave të reja që pentoi e vërejti se shumica politike e qeverisjes së vendit, siç është rasti i kandidimit të Shqipëria bëhet në CR-i, nuk është se i dha ndonjë produkt, por dëshmoi një lloj integriteti lokal të pjesshëm që kjo forcë mori kurajon të testojë vetveten, qoftë edhe në një njësi elektorale siç është ajo e një bashkie niveli 2 apo 3 siç është CR-i. Çfarë prodhoi vendimi i gjykatës kushtetuese, edhe pse ka kaluar pak kohë tashmë,
për Tiranën, anullimi i zgjedhjeve, rikthimi në krye të bashkisë më të madhe të vendit të Erion Veliajt, edhe pse ky i fundit në kushte paraburgimi, megjithatë ai e ka marrë prej andej vendimin e parë që lidhet me festat e fundvitit e tjerë e tjerë. Ndërkohë kandidatët e pavarur, për shembull kandidati Flor Bina i pavarur që do të mbështetej nga opozita e bashkuar me përjashtim të Lëvizjes Bashk, shumë thonë që sikur u dogj me se si shkoi kjo punë për zgjedhjet e plota herën tjetër e kam fjalën, apo? Mendoj që prodhoi më shumë se 2 procese politike, qoftë individuale, qoftë edhe me efekte në subjekte politike. E para procesi politik është që shumica socialiste de facto u përball me një lloj kryengritjeje të heshtur nga protagonisti në burg që është zoti Velia. Dhe nga ana tjetër testoi një marrëdhënie të saj me pushtetin e drejtësisë, të cilin shpesh palët kundërshtare e stigmatizojnë si pushtet të zënë apo të komanduar nga shumica, që në fakt në tërësinë e vet nuk është plotësisht kështu, dhe episodet dhe historitë e fundit dëshmojnë që në fakt nuk mund ta zotërojë pushtetin e drejtësisë ashtu si kundër e ka trashëguar dikur në tranzicionin dhe në post-tranzicionin, pushteti politik determinimin e pushtetit të drejtësisë. Dhe një proces tjetër është ajo që zoti Binaj, duke dalë në cilësinë e një të mëvetësishmi të shoqërisë civile, shfaqi një profil ambicioz, por që nuk pati mundësinë ta ushtrojë. A do ta ushtrojë në momentin kur të zyrtarizohet procesi i përsëritjes së zgjedhjeve? Kjo mbetet për tu parë. Por atëherë konteksti politik për vetë Partinë Demokratike do të jetë i ndryshueshëm, aq më tepër që nëse kjo shtyhet në kalenda që do të thotë të kapi mandatin kalendarik të zgjedhjeve normale të pushtetit vendor. Nëse do të vëm në atë ditë kalendarike, atëherë edhe pozicioni i zotit Binaj besoj do të jetë i ndryshëm nga ambicia për një konkurim në rrethana të tjera. Është rikthyer në lojë Erion Veliaj pas vendimit kushtetueses dhe këtu i referohem më së shumti të një faktori ende politik, sidomos një kundërshtar drejt për drejt i kryeministrit Rama brenda Partisë Socialiste. Po politikisht dhe administrativisht po, juridikisht ende jo, sepse procesi ose proceset me të cilat ai përballet për ndjekjen penale dhe që praktikisht e mban dhe në statusin e të izoluarit në burg, është kryekëputi ndryshëm nga procesi juridik që trajtoi gjykata kushtetuese dhe le të themi përplasjet në karakterit administrativ që pati me ekzekutivin, me presidencën, apo qoftë edhe me pritmënim për të kaluar në parlament. Kështu që në këtë këndvështrim janë 2 hemisfera të ndryshme, të cilat mund të kenë edhe befasi të reja, por kanë edhe dilema tjetra. Ka shumë që thonë se për shumë arsye Edi Rama dhe Sali Berisha underground bashkëpunojnë me njëri tjetrin në interes të përbashkët, për te asaj që duket në skenën me drita të politikës. Ju e besoni këtë? Kujtojmë që së fundmi po flitet për të ashtu quajturin senat për shembull. Ka nga ato teori konspirative, ndoshta janë të tilla, po i cilësoj se është shumë herët, po i cilësoj se të tilla, që për shembull Edi Rama do të jetë president, Sali Berisha senator dhe ja. Po në politik, në pikpamjen më tradicionale, planifikimet afatgjata bën në përputhshmëri me të kundërtat që puqen. Dhe duam ta besojmë të kjo është një maksim e dialektikës, por në rastin konkret në realitetin shqiptar, ne lexojmë shumë shenja dhe nojma të cilat na lënë të kuptojmë se këta ekzistojnë në mënyrë të përputhshmërisë së tyre si të kundër. Që do të thotë ekziston njëri jetë gjatë, sepse ekziston tjetri po kaq jetë gjatë, por me kahun e ndryshëm që ai është brenda familjes ose grigjës së vet partijake. Kjo është arsyeja pse ka kaq shumë pakënaqësi. Dhe publiku shqiptar është një publik inteligjent, pavarësisht se nuk ka protagonizmin për të ndërhyrë dhe për t'u aprishur ose për t'i prishur këto skema që të lënë dhe shijen e politikanëve të tranzicionit, por në të njëjtën kohë edhe të krijojnë bindjen e uzurpimit. Jemi në një rrethan dhe realitet të uzurpuar.